Më shumë se 10 shekuj më parë, një vajzë në Siri krijoi një GPS për yjet. Meryem Al-Lilja, e njohur si Al Astrolabi, udhëhoqi botën me krijimin e astrolabit të parë kompleks dhe të lëvizshëm, një instrument i vogël astronomik që përmirësoi navigimin dhe metodat e matjes së kohës. Kjo shpikje do ta çonte shkencën e astrolabive në një nivel tjetër, duke kontribuar në përcaktimin e saktë të pozicionit të diellit, hënës dhe yjeve. I ndihmoi njerëzit të gjejnë drejtimin e kiblës për lutje, të caktojnë kohën e namazit dhe të llogarisin fillimin e Ramazanit. Përkushtimi i saj në një fushë të pazakontë për femrat në atë kohë tërhoqi vëmendjen e sunduesit të Alepos, i cili e ftoi të vazhdonte punimet në pallatin mbretëror. Si astronome, ajo jo vetëm që zgjidhte sekretet e hapësirës, por gjithashtu ndihmoi njerëzit të orientoheshin në përdetet dhe toka të panjohura, duke ofruar instrumentet e nevojshme për navigim të sigurt. Në ndër të kontributit të saj të çmuar, një asteroid u emërua si 7060 Al-Lilja, duke vullosur kështu emrin e Meryemit në qiellin e të cilit ajo i kushtoi jetën.